Njëri ndër studiuesit e njohur të mendimit islam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Dr. Ovamir Angjum, mbajti të hënën ligjërat në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, ku njëherë zgjedhë dhe promovoi librin e tij, Drejtëhijet e sekularizmit dhe mendimet modern musliman. Drejtori i studimeve islame në Departamentin e Filozofisë dhe Studimeve Fetare në Universitetin e Toledos në Ohio të SBA-s, në këtë paraqitje diskutoi me profesorë, studentë dhe pjesëmarrës të tjerë mbi sfidat që moderniteti, sekularizmi dhe globalizmi paraqesin për shoqërinë bashkëkohore, si dhe mbi qasjen e mendimit islam ndaj këtyre zhvillimeve. Në ligjëratën e tij, Dr. Angjum theksoi rëndësinë e një angazhimi serioz akademik për ta kuptuar transformimin e botës moderne dhe mënyrën se si tradita islame mund të përgjigjet sfidave të kohës. It is such a pleasure and honor for me to be visiting you here in Kosovo. Duke falenderuar për mundësinë që është nder dhe kënaqësi që jam prezent këtu. Profesor Angjum fillon duke thënë që ne kemi disa lidhje të përbashkëta. Lidhja e parë është lidhja e islamit, përkatësia jonë e fetare. Lidhja e dytë është dashuria që kemi për librat, dashuria që kemi për dijen, dhe lidhja dhe ideja që e vërteta është diçka e cila meriton që të ndiqet edhe që të pasohet, dhe lidhja e tretë është ajo rëndësia që japim drejtësisë, sidomos nga fakti që kemi të kaluar të ngjashme të vuajtjes në sisteme etno-nacionaliste. Në kuadër të këtij aktiviteti u promovua dhe libri Drejtëhijet e sekularizmit dhe mendimit modern musliman, një vepër që trajton marrëdhëniet ndërmjet sekularizmit, modernitetit dhe mendimit bashkëkohor islam. Kjo ligjërat organizua nga Fakulteti i Studimeve Islame në bashkëpunim me Institutin Konak dhe mblodhi profesor, studentë dhe studiues të interesuar për temat e mendimit islam dhe sfidat e botës moderne.